Përshëndetje të nderuar miq të Radio Kosovës. Përmes emisionit të sotëm, ne ju ftojmë që të na bashkoheni edhe këtë vit në ciklin e reportazheve Ku përfundjavë, një rrugtim veror ky drejt vendeve dhe atraksioneve shqiptare që janë të një rëndësie të veçantë dhe që ushqejnë vëmendjen dhe kurreshtjen tuaj të vendosur për të njohur destinacione të reja. Këtë radhë, ne duam t'ju njohim me bukurinë dhe rëndësinë e Prashërit, një vend ky që, bazuar në pozitën që ka, mund lehtësisht të konsiderohet si jetësimi i parimit kyç jetësor, se madhështoria dhe e bukura duken qartësisht vetëm pas një rrugtimi jo të lehtë. Frashëri i Përmetit dikur ishte një vend me rreth 500 shtëpi, 22 lagje, kishte disa shkolla, institucione shëndetësore dhe çdo gjë tjetër që përbën një dobi të veçantë në përditshmërinë e njeriut. Kurse sot, ndonë se mbetet një vend aq i bekuar nga natyra, numri banorëve është ulur skajshmërisht. Sidoqoftë, dhe ndoshta pikërisht për këtë, një rrugtim në Frashër duhet të jetë edhe një thirrje për rijetëzimin e këtij fshati dhe gjithë potencialit të tij, por edhe një lloj peligrinazhi, gjithë mirënjohje ndaj punës së etërve të rilindjes shqiptare, familjes Frashëri. Këtë javë, vendosëm t'i kushtojmë kohën tonë pikërisht shtëpisë muze të vëllezërve Frashëri, aty ku ata lindën dhe kaluan në rininë e tyre të hershme. Ky muze, i përqafuar ashdenjësisht nga begatia e natyrës dhe gjelbrimi i dehës, qëndron e fortë, e lartë, në pritje të njerëzve që duan vërtet ta vizitojnë këtë vend, duke shpresuar në shmangjen e pengesës së tyre të vetme, infrastrukturës rrugore. Po me zi ardhëm, rruga e të mërshme. Shumë e keqe. Po pse? Ma gjithë atë makinë. Po pse kanë lënë në këtë gjendje? Qa me të Po kjo rri gjithë një hapur kështu apo? Jo, në mbyllëm. Po Ja, mirë. po nga që neve më një thamë dhe është e zonja që vëjdesat. Aha. Zonjë që mirës vetëm me mirëmbajtjen. S'ka fare Jo, Ciceron, a? Ja. Aha. Po ju keni qenë edhe më herët, apo? Ne jena si gjysë në linë. Aha. E kalon hapa e prej nërë ku mund të shikosh, interesant. Kjo shtëpi është rindërtuar në vitin 1974, mbi rrënojat e shtëpisë së Shembur më 1892, duke ruajtur planin e përgjithshëm, por duke përfshirë elemente të ndryshuara si tavani apo dhoma prej druri. Ky muze pret me derë të hapur vizitorët e tij, por jo edhe me ndonjë njeri tek pragu. Të paktën jo në ditën që ne shkuam. Hapësira e bollshme prej 10 dhomash në 2 katet e kësaj shtëpie të fton të shërbehesh me një imagjinat të pasur dhe të kthehesh në kohë, duke rimenduar jetën e vëllezërve Frashëri mes këtyre dhomave që sot janë të mbushura me fotografi të rralla, korrespondenca dhe dokumente që flasin shumë mbi veprimtarinë e tyre të pasur, intelektuale e patriotike. Pa dëgjoni fyllin që thot, tregon mërgimet e shkret, qahet nga e zeza bot me fjalëzat e vërtet. Që kurse më kanë ndarë nga shoke nga miqësia,
gra e burra kanë qarë nga shërimet e mia. Krahrore kam qpuar, e kam bërë vrima, dhe kam qare kam rënkuar me mira pshërëtima. Dhe me botën e gëzuar bëhem shok edhe marë pjesë, dhe me njerës të hilmuar bëhem ik me besa best. Po ngjitem lartë në katin e dytë për të parë se çfarë ka në shtëpinë e Frashërlive. Kemi piktura, një dhomë, çfarë ka këtu, gjithashtu vetëm janë edhe bustet e tyre këtu, gjithashtu në një dhomë tjetër, që të vjen kesh në që gjendje vërtet qenë ka lënë. Ndonë se nga brenda është e punuar bukur, në këtë shtëpi mbizotron një heshtje e thellë. Pse më mban Mari? Se marrë do të vesh? Përse s'më flet si një herë? Pse s'më shikon? Pse nuk qesh? Çrrik kokunjur dhe e mjerë? Se e qeshur më që dje, të dzëbardë dhe gusha si karta, buza me gas shtëkish hije, më ish një si filartër. Po, si më je shëmtuar, të ka zënë varfëria, më je tretur e kulluar, ku flutëroj bukuria? Haj. Ka dridhim. Ja s'ka as drita. Janë bustet e Frashërlive të ndritur të vendosura në kënde të ndryshme. Është imazhi i tyre i ngulitur në kohë dhe dokumente që reflektojnë peshën e jashtëzakonshme të punës së tyre. Frashëri, i gjendur në një pikë mjaft tërheqëse, rreth majës së Kokojkës, 40 kilometra larg përmetit, ka qenë kryeqendra e Dangëllisë, sipas fjalës turke Dangili, që do të thotë malësi. Përveç mungesës së kushteve të nevojshme për jetesë normale, djegja e plotë e fshatit nga grekët në vitin 1914 ka përshpejtuar procesin e largimit të njerëzve. Sot, fshati ka 7 shtëpi me rreth 25 banor. Është e domosdoshme që të investohet shumë në Frashër, në këtë fshat që u ka dhënë aq shumë shqiptarëve. Është në detyrën tona adhëtare që të kujdesemi shumë më tepër për muzeun e vëllezërve Frashëri, duke e pasuruar me materiale të bollshme, me një staf të rregullt dhe duke respektuar kushtet esenciale të mirëmbajtjes. Përkundër një rrugë aq të vështirë, me kthesa pafund dhe pa shumë tabela orientuese që të çojnë në Frashër, vihet re një interesim i vazhdueshëm i turistëve shqiptar dhe ndonjë të huaji që vazhdojnë të marrin mundin për të shkuar në atë vend. Aty takuam edhe turist kinez që rruga u kishte rënë andej, por që në mungesë të një Ciceroni nuk kishin informacione të sakta se ku ndodheshin dhe kush janë në të vërtetë vëllezërit Frashëri. Where are you from? China. You are first time here? Yeah, first time here. Do you know anything about Frashëri family? Not really. No. I'm taking English. Okay. It's a communist, right?
Jo, ata nuk kanë të bëjnë fare me komunizmin. Vëllezërit Frashëri kanë qëndruar në balë të rilindjes kombëtare. Janë ndër figurat më të shquara që kanë përsjell dhe forcuar idenë e kombit. Ata ishin intelektual, përkthyes, shkrimtar, advetar, patriot, që kanë rrënjosur shumë vlerat e larta kombëtare. O vlezër shqiptar, gëzohi që erdhi kjo ditë, ka që mire, ka që mbarë, që sjell gjithë mirësit. Një udhëtim në Frashër është dhe një mundësi për të shijuar bukurinë mahnitëse të parkut kombëtar Bredhi i Hotovës. Ai masiv i mrekullueshëm pyjor që ndryshe njihet edhe si mushkëria e Shqipërisë jugore. Gjithashtu, jo shumë larg fshatit, mund të vizitohet edhe teqeja e Frashërit, e ndërtuar në vitin 1851, dhe që sot është monument i kulturës i kategorisë së parë. Ai ka qenë jo vetëm një objekt fetar, por edhe vendi ku mblidheshin advetaret për të vendosur mbi të ardhmen e kombit ton. O adhe, më je i dashur sa më s'ka, më je nën, më je motër, më je vëlla, nga çka rrotull, më i shtrejti ti më je. Je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Pra, të nderuar miq, Frashëri është një destinacion që nuk duhet humbur. Pasuritë dhe karakteristikat që i ka falur natyra kësaj zone janë të rralla dhe të veçanta në llojin e tyre në të gjithë Shqipërinë. Prandaj, duhet të jemi mirënjohës për begatinë tonë natyrore dhe lartësinë e kulturës sonë. Gjuha jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Deri në udhëtimin ton të radhës, mirëmbëçi, unë jam Flora Durmishi.